Ju tentuat për interesat tuaj normale, nuk ju parashikoj për këtë, që të ktheni skemin politiken bipolare. Një kohë që Shqipëria kishte pak vite pluralizëm, ne si jemi as Shqipëria, as Greqia, jemi një vend me demokraci të pakonsoliduar dhe goditja e pluralizmit duke kthyer në bipolare i dha një goditje kryesisht djathtas. Për faktin që ju, zoti Berisha, keni disa partia lehate, nacionaliste, të djatha, alternativa agrare, demokristjane, të kjo ishte një vlerë edhe për djathën edhe për opozitën. Nërsa Edi Rama në krahun e tjetër s'kishte parti, LSI-n kishte në atë kohë dhe shpalli armike, dhe kjo vlerë e shtuar u hoq me kodit zgjedhor, hap mas hapit. Unë nuk mendoj që Edi Rama i ka bërë këto vetë, në mënyrë të njanshme, por shpeshherë ka pas bashkëpunime për interesat përbashkëta, qoftë edhe kjo me Lulzim Bashën, heqja e koalicioneve klasike i dha goditjen përfundimtare pluralizmit, që unë kam dyshimet e mia sot, ndoshta edhe atëherë, që Lulzim Basha i mbylli syt, se kishte interesat të tija për të goditur edhe LSI-n, megjithëse kishte partnere, për të goditur edhe Partinë Demokratike, që kjo ka filluar që në 2008. Ne nuk kemi fituar zgjedhjet që në 2018. Nuk e kuptoj, zoti Berisha, se si ka mundësi që nuk e shohim të keqen të 2018 të ky sistem, se nuk kemi fituar. Pra, Partia Demokratike nditen më të mirë se ai, qeverisin më të mirë që pati, në 2009 kemi marrë 70 mandate. Pra se kemi kaluar pragun e 50%. Edhe mas zgjedhjeve, Edi Rama po diskutim që blen, zgjedhja bën presione, bashkëpunon me grupet kriminale, por kjo e thellon fitoren. Nësa fitoren bazë e jep ky kod zgjedhor, cili është problematik, është antikushtetues, vota nuk është e barabartë për qarkun e Vlorës dhe për qarkun e Shkodrës, vetëm me 2 qarë që Edi Rama i fiton zgjedhjet pa fituar, vetëm me Firin dhe me Vlorën e Majta ka 13 mandate plus. Dhe kjo na jep një goditje jashtëzakonisht madhe. Pastaj futemi sot një reformë territoriale, sidomos gjykimi tim ndoshta do të mas një vitit, sa gjërat të qartësoheshin, por derisa është bërë një hap, ne po japim me minimet tona. Ne do të jemi qartë, zoti Berisha. Jam dakord që nuk do të bojkotojmë as zgjedhje, as komisione parlamentare, por nuk do të lejojmë Ramën, nuk na falet ne që presim raportet e OSB-s së djerit, apo të marrim veshkime, apo të tregojmë se si na janë mbyll zgjedhjet. Ta bllokojmë. Opozita është një institucion. Opozita drejton 50% territorit në zgjedhje. Opozita kontrollon 50% e tjetër, që ka nënkujtar. Do s'kena nevojë për me shpall falimentin përpall një personi që bën ç'është të mundur për me qenë në pushtet. Ta bllokojmë. Nuk i bojkotojmë, por e bllokojmë. I kena të gjitha mundësitë, instrumentat për ta bërë një gjë të tillë. Nëse ai bën vendos rregullat në mënyrë të njanshme, ai s'po ndan tokën e Kristaqit. Po ndan rregullat për pluralizmin shqiptar, që kjo i takon edhe për reformën territoriale. E kemi bojkotuar, ne kemi bërë shumë gabim reformën territoriale, edhe i ka bërë një reformë territoriale që kjo na pengon jashtëmasë shumë. Sigur alatet janë një peshë, janë një kosto. Jo. Këtë e dini edhe ju, po nuk e thoni, edhe na bëni ne tabelqitjet. Jo, alatet janë vota për ju, janë një vlerë e pluralizmit dhe marrim shumë e pak se sa në takon bashkë 5 tonë elektorale. Që ne që në vitin 2008, kur ka në shukët e zgjedhor, ne nuk testohemi, se futemi në koalicion edhe në numërën e të vota që mesin shkrumin letër dhe jo ato mira të Tiranë që i merrin ju nëpërmjet koalicionit që s'kemi kandidat. Edhe kjo është një hile e qëllimshme, edhe unë e njëjë shumë edhe kohë të fundit, edhe në takimet e foltorës parë dhe dytë, që shqyqeton në latë sikur ne jemi e keqja. Jo, ne jemi një vlerë
që vetëm LSI-ja përpara disa viteve ka pas 100.000 vota. Kuptohet që goditjet që erdhen në 2 krahat, që për fatin e keq kishte edhe Ramën përballë edhe Lulzim Bashën në anën tjetër, por edhe Partia Demokraciane. Ne kemi pas 58.000 vota, që i thojnë 6 mandate në Kuvendin e Shqipërisë, por duke qenë pjesë e këtyre koalicioneve, ne kemi feru. Pra vetëm me votet e LSI-s, 9 mandate që keni dhënë aleatëve e molojnë, përveç se çdo parti politike kontribon që sistemi zgjedhor edhe me 1 vot ta heqë mandatin. Kështu që unë tham që militantëve t'ju tregoni të vërtetën, se paktën unë ndjej mirë se jam as në parlament, pra ato votat tona i keni marrë dhe sa të kam drejtën për mi, po ju del zot edhe atyre që janë në parlament, që janë me votet e tyre, jo të Partisë Demokratike, dhe ju profitoni shumë më tepër vota, se edhe mbas letrave të historisë që ka qenë përpara. Edhe kjo është shumë e rëndësishme që kjo klim, ne çfarë duam ne s'kemi kërkuar favore me Lizë. Ne duam një koalicion që të kemi siglën ton, emrat ton, kandidatët ton dhe t'ju mbështesim edhe ju. Pra një koalicion klasik. E ndryshoj kushtetutën e Rama, me metjet e Lulzim Bashën në parlament e ndryshoj. Jo me ne. Ne e kundërshtuam, ndërzuam mandatet, kur ishte puna për një aksion politik. Kështu që duke parë në këtë kontekst, nëse ne futem një reformë territoriale, edhe kjo s'ka sens se ne futemi me 2 komisione edhe nuk e dim se kur në një komision do të kesh edhe një dekorsi paraprake, që ky Edi Rama është i prirur për reformën territoriale, do të bën ndryshimin në sistemin zgjedhor, se ai bën televizë dhe në fund miratën çfarë dojnë vetë, pra ne bëhemi viktima rrallës. Kështu që para se më ngrit komisioni, do të besoj që keni bëj bisedë. Nëse keni bën na thoni se transparenca është shumë e domosdoshme. Nëse se keni bërë gabim, se prap kam me përdor të njëjtën metodë dhe do të miratojnë çfarë dojnë ai për të ardhmen. Unë to kisha i kam shqetësim real, jam një njeri që e kam ndjek reformën gjithmonë zgjedhore, shumicën raste kam qenë antar i komisionit të reformës zgjedhore, e kam kundërshtuar që në gjenezë që kam menduar që është një goditje ndaj pluralizmit, jo për interesat e mia politike, për këtë ndjeje mirë sot paktën që ka edhe shumë njerëz që e kanë votuar dhe sot janë peno. Por unë shoh keqen sot i Berisha përveç Edi Ramës, se është keqja më e madhe, jo vetëm i sistemit, por edhe shqiptarëve, edhe kombit tonë, madje përtej, po fusim edhe Kosovën në këtë rast, që edhe ati ka fut hund, por ne do të ndajmë menin për një sistem plural përfaqësues i cili e zbe edhe rolin e grupeve kriminale në zgjedhje. Që gjithmonë do të marrësh kundër masa. Nëse sot ky sistem zgjedhor kanë rëndësi grupet kriminale, me një sistem tjetër zbehet roli i tyre. Nëse ky sistem ka një luftë edhe mes nesh, jo me lista të hapura, jo me lista të mbyllura, një sistem tjetër i jep e përsi morale edhe opozicës. Ne kemi pas atë, po marrim përpara 2008, ishte një sistem shumë i mirë, nuk ishte një problem sistemi. Ishte problem që ne ta ngushtojmë pluralizmin dhe kemi ngushtuar deri në atë masë sa kemi dëmtuar veten jashtë masës shumë. Ju falenderoj për Në ardhi 2 momente duhet sqaroj. Spari ndryshimet që ne bëm në vitin 2008 i ipnin votat secilës parti. Kjo u anullua në mënyrën më antidemokratike, në vitin 21 apo 2020. Dhe ky është në vlerësimin tim një vendim, një ndryshim antidemokratik. Antidemokratik. Është absolutisht e vërtet që nga partit e quajtura të vogla kanë përfituar dhe përfitojnë partit e mëdha
ndonë se ato përfaqësojnë të marras bashku sa njëra nga partitë e mëdha. Përfaqësojnë 1/3 e elektoratit shqiptar. Ndaj dhe ne jemi këtu për të dhënë përgjigje këtyre çështjeve. Nuk kemi asnjë kundërshtim. Nuk është nuk është vonë, por është në fillim të debatit, sepse këtu o erë ju ka dorëzuar ju një agent që është përcaktuar dhe nuk është vendos asnjë dhe do vendosim bashkërisht. Por nuk duam dhe bjem njërë në ujdi bashkë dhe të mbrojmë këte ujdi zbashku me deputet tjerë të opozitës të cilët duan të mbrojmë në parlament. Jashtë kësaj ujdie ne nuk dalim, sepse edhe unë kam bindjen me thellë që një sistem që ka brenda një element antidemokratik, si që është ajo e përjashtimit me ligj të koalicioneve, ndërshkimit me ligj të koalicioneve, ai nuk mund tjetë. Plus, që jam nga 91 shqizot, jam provuar gjitha sistemet, mund të shkojmë drejt sistemit më të pastër, që ta vendosim këtu, bashkërisht në përputhje me interesat më të mira tona. Çfarë do thot pala tjetër, ne nuk e dim. Por ama, mos uljan të ulin për reformën jeptet palës tjetër të gjitha benefitet e bojkotit. Prap, bie dakord, ne kemi vetëm një zgjidhje, largimin e Edi Ramës me protesta.